Se ata kanë lojtarë jashtëzakonisht mirë po besoj që fitoria do të mbetet në Prishtinë. Momentalisht kjo është ndër gjërat që ka arrit një sukses deri tash, po suksesi kulminant mungon. Inshallah vinë shumë tifozë na vynë, pa tifozë na është edhe mazor me kundër Ukrainës. Qëllimi jonë është fitoria, se kanë rëndësia po e përsëris disa herë, pikën që kemi fitu me Holandën, është e vlefshme në rastin e fitores. Po mendoj në bindjen e plot që duhet na me fitu, se meritojmë edhe kemi kualitetin, jo por diçka tjetër, po kualiteti ekziston dhe mundësitë, rivaliteti është parafosisht jemi njëjtë, pa e nënçmu Ukrainën, se ata kanë lojtarë jashtëzakonisht mirë po besoj që fitoria do të mbetet në Prishtinë. Momentalisht kjo është ndër gjërat që ka arrit një sukses deri tash, po suksesi kulminant mungon ende. Edhe ato shpresojmë që me këtë ekip që kemi tash, me këta lojtarë që kemi tash, të arrijmë ato dhe shpresoj që nuk do të dështojmë këtë aspekt. Po, kjo është mundësia e madhe se kena tash se kena bërë me Hollandën në barazim, është mundësia e madhe për mu kualifiku për 2026. Besoj se edhe këtë lujna në Kosovë lujna gjithën bollin e mirë, kena tifozë të mirë, kjo është shanca e madhe se kena si vjetë për mu kualifiku. Inshallah vinë shumë tifozë na vynë, pa tifozë na është edhe mazor me kundër Ukrainës.